shikues të radio televizionit 21, po e nisim një hiking të sotëm, jemi në Brod dhe do të shkojmë në majën e Rudogës, të paktën kështu pretendojmë, e cila ka një shtekër 11 kilometra në gjitje, pra 5 orë në gjitje deri atje. 11 kilometra në këthim, pra janë gjithsej 22 kilometra. Është një organizim që e ka bërë shoqata e bishkatarëve dhe alpiniste Prishtina. Do të sfidohemi me këtë ngjitje prej 5 orë, në fakt 11 kilometra, në të cilën po marrim pjesë në këto takim ndërkombëtar, bjeshkatarë nga Anemban, Kosova, shoqata nga më të ndryshmet, por gjithashtu edhe bjeshkatarë nga rajoni, si nga Serbia, po ashtu nga Maqedonia dhe nga shteti Am, nga Shqipëria. Nisja do të fillon pikërisht në orën 7 dhe ne do ta shijojmë këtë ambient të mrekullueshëm të bjeshkëve të Dragazhit, respektivisht të Brodit. Kemi bërë rreth 4 kilometra që nga starti, jemi pak më larg Turmës, jemi këtu me Milaem Kelmendin, a? Po, Milaem. Ky është një liçen, ti themi glacial, i cili ka shterë dhe që mbushet në fakt vetëm nga të rreshturat e shiut, e që e ka emrin e Milit, sepse Mili e frekuenton shumë shpesh këtë. Mil, pse ja ke lënë pikërisht emrin tonë? Që 7 vite tep, thonë, më thonë njëm vizitor i këtyne bjeshkëve. Po. Dhe më thonë vazhdimisht të vizitojmë këtë liqese që është i pari këtu që arrim. Dhe pastaj prej këtuhet vazhdojmë deri te liqeni i Shutmonit atje, ku ndodhet. Dhe pikrisht për ata e kemi lënë liqeni i Milit sepse këtu e bëjmë ndalimin e parë gjithë. Po. Dhe shokët e kanë propozuar që tjetë liqeni i Milit edhe. Mirë po, liqeni i Milit pa ujë, po shpresojmë që ndoshta pasi që jemi afër shtatorit dhe treshurat janë më shpeshta. Po, me siguri, me treshën atë shiut tu vjen uji, po me burim që tjetë i qëndrueshëm nuk. O ti godite, a te ka, o ti godite, a te ka, o ti godite, a te ka, o ti Atëherë dashur të shikues të radio televizionit 21, po vazhdojmë kështu me ecën, jemi para grupit, për arsye që t'i filmojmë nga pjesët më të larta, pasi këtë rrugë kemi përshkruar edhe në emisionin e rregull që ka qenë emisionin reportazh Hiking 21, që është transmetuar rreth 4 vite më parë në radio televizionin 21. Edhe këtë ekspeditë sot me zbashku me ne, siç e prezantova edhe më herët,
është edhe Mili, Milaim Kelmendi nga klubi alpinist Dardanët, nga Prishtina natyrisht. Po ecim pak më shpejt me një ritëm për të arritur sa më parë në muajin e Rudokës. Kemi rreth 2 orë ecje deri atje. Po e bëjmë një ecje shumë qetë, pasi që këtu është vendi ku mund shohim edhe dhitë të egra. Duhet të jemi shumë qetë për të mos i shqetësuar ato në mënyrë që të filmojmë. Atëherë dashur teleshikues, kemi bërë rreth 1 orë ecje prej paraqitjes të kaluamës që e patëm. T'ju shpjegoj pak se në cilën pjesë jemi. Prapa mi, në fakt, në ato bjeshtë nëse mund ta fokusosh Ergyll, janë bjeshtë malet e Korabit, në fakt, ku kemi qenë edhe pikërisht në atë pikë para 4-5 vjetë duhet i ketë. Ndërkaq në anën time të majt, ndërkaq në anën e djathtë të juaj dashur teleshikues, e kemi edhe Gjallicën që është në pjesën e Shqipërisë. Poshtë është edhe Restelica, ku ju kujtojmë edhe Ortekun që ishte atje që bëri dëme të mëdha, ashtu që ishte një tragjedi e paparë. Ndërkaq që jemi në këtë pjesën që shtrihet, tashmë pothuajse se Mili kemi mri në atë pjesën ku e kemi një ecje tash në lërme, një ecje pak më e lehtë. Kjo është Rudoka, ku do të ngjitemi atje me një lartësi 2658 metra. Kështu të paktën është për hata të shkruara që nuk është ndonjë zbulim i ri që po flitet, mirë po kështu ka qenë shkruar dhe po njerëzit e ndryshëm edhe po i japin emra të ndryshëm pa të drejtë. Kjo është një bukuri që ekskluzivisht Radio Televizioni 21 sjell dhe pikërisht ky emisione reportazh që mund ta shihni sepse shumë shpesh edhe nuk mund vish në biesh Mili. Kamera nuk mund sillet kurdo. Të gjetëm një liqen e takum liqenin e Milit që pat pak ujë, ky s'pas ka heshk, koka shterë i tëri. Kina këna vendos me Milin edhe me Fatonin, apo? Me mentorin, fal. Mjalon e emrin tem, Besart Galita, kjo liqeni Besartit. Unë i pëqes pak ujë. Në shenjë për urimi të këti emri. E shumë interesant që shka mbet. Nuk më ka ndohë me taku Mil kështu. Edhe kjo është si liqeni që ishte me emrin tem. Po. Tash ky liqen liqeni Besartit, panderit shumë. Panderit. Atëherë kemi arritur me një pikë ku nga kjo pikë shohim liqenin e Shutmanit. Është në anën time të djathtë, ndërkaq në anën e majt të juaj. Aty kemi realizuar, pra poshtijet që kemi bërë një rrugë krejt tjetër. Tash jemi sipër, po i shkojmë rreth, në mënyrë që të shohim një pamje krejt ndryshe. Ashtu siç e biseduam edhe me Milin, po bëhet një rrugë ndoshta që preferohet kryesisht nga
hajkera më profesionist që janë. Nuk e di nëse vizionit disa zëra që kanë arrit tashmë në liçenin e Shutmanit, janë 2 persona. Ky është komunikimi i shekullit 15, siç kanë komunikuar bishkatarët dhe çobanët në fakt me njëri tjetrin. Ne po vazhdojmë ecin edhe çka dashta më ju tregu. Shumë interesant edhe ai liçeni atje që liçeni me barin nëse është i tëri me barin, nuk ka ujë. Apo ndoshta ka lagështimi le atë. Ka lagështi gjithmonë. Ka lagështi, po. Sigurisht që ka lagështi, është me ngjyrë pak më gjelbërt që dallohet nga bjesht. Atë pjesën e vështirë të ngjitjes, kemi mrit të një burim uji ku është shumë i ftoftë, është shumë problem nëse pretendon me majt dorën për disa minuta, nuk i shanse, është absolutisht si me qenë për frigoriferit. Ismet nëse mund është veç pak t'ja u demonstroj. Qështu, është uji shumë i ftoftë, afroje, me njëherë, dhe më thonë, krijohet shtresa që tregon që është jashtëzakonisht i ftoftë. Hajde, e piju shumë përshëndet. Shumë i ftoftë. Pas kësaj pauze fillon edhe ngjitja e vështirë. Nga burimi deri në majën na u deshën rreth 3 orë për të ngjitur pasi ishte një pirësi shumë sfiduese. Pas kësaj ngjitje që ishte e vështirë dhe ndonjëherë rrezikshme për shkak të mundësisë së rrëshqitjes, pushtojmë edhe majën më të lartë kufitare, Rudokën, me 2658 metra lartësi mbi detare. Ate dashur teleshikues të Radio Televizioni 21, kjo është maja e Rudokës që kemi pushtuar nga Brodi. Jemi vetëm një pjesë e vogël e ekipit, pasi që pjesa tjetër janë akoma duke ardhur. Ne ju ftojmë që të shikoni këto pamje nga kjo lartësi mbi detare për 2658 metra, që po konsiderohet në fakt një nga majt më të larta të Republikës së Kosovës në kufi me Kosovën, pasi në territorin e brenda Kosovës e kemi majën e Gjeravicës. Jemi pikërisht në majën e Rudokës me një lartësi mbi detare 2658 metra. Jemi me kryetarin e shoqatës shoqërisë bishkatare dhe alpiniste Prishtina, zotin Janis Yula. Qysh ka lutë? Mirë shumë deri këtu mirë, pak me vështirësi, po megjithatë mirë.
Gani tregom, ishte një ecje bukur e gjatë dhe sa ishte sfiduese ndoshta për pjesëmarrësit. Po, ishte një ecje mjaft e gjatë, po megjithatë, sipas planit jemi nisë në orën 7:30 prej Hotel Argjenës, kurse tash në orën 13, do të thotë në orën 1 kemi mri në majën Rudoka. Do të thotë një pjesë janë ende duke ardhur. Kështu që megjithatë sipas planit kemi planifikuar 5 orë, 5 deri në 6 orë, ne me 5 orë gjys e kemi mri majën Rudoka 2658. Do të thotë ju keni mri më shpejt, po megjithatë nuk e di ç'është e keni mri më shpejt, po megjithatë ju uroj urime për gjithë ata të cilët kanë mrinë në majën Rudoka 2658 metra në altësi mbi detare. Sa je kënaqur me pjesëmarrjen e pjeshkatarëve, dashamirëve të natyrës? Me të vërtet është duhet t'i falenderoj gjitha shoqëritë e Kosovës, shoqëritë bjeshkatare të Kosovës, po nikosisht ato shoqëritë të rajonit të cilat kanë marrë pjesë në këtë takim, të cilin e kemi organizuar, do të thotë ne si shoqëri bjeshkatare kemi organizuar për herë të parë në majën Rudoka, do të thotë startin e kemi pas në Hotel Argjena 1500 metra, diku në altësi mbi detare, kurse tani jemi 1658. Ndeshta me theksu se pjesëmarrja ka qenë shumë edhe ka tejkaluar atë numrin që kemi planifikuar, do të thotë ka qenë mbi 250 pjesëmarrës ka qenë në këtë takim. Në time të majtë kam kryetarin e Federatës të Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Republikës së Kosovës, Arben Lila, të prezantoha s'ka nevojë shumë për të prezantuar, pasi që njihesh, çu shkalove. Mirë shumë na nisëm bashk. Ju na lart mandej mua Adrin vetëm, po unë jam preferoj cenatët e reja, dhe atëm gjithmonë e marrë me veti, kjo ka qenë në Gjeravis, si vjetë edhe në Marjash, kjo është hera parë e ti, mojnë më të lartë. Jem shumë i lumtur që ka pas pjesëmarrje të madhe, nuk e di ka një përmendi, po ka pas pjesëmarrje prej vendeve, prej Shqipërisë, prej Maqedonisë, prej rajonit. Prej Shqipërisë ka qenë klubi Elbasanit edhe disa nga Korabi, të shoqata Korabit edhe Shkupit në Maqedonisë, po që është interesant për atë parë vinë edhe disa bjeshkatarë sërbë nga Leskovaci, që është një thënë interesant ndoshta, si që e themi ne bjeshkatarë, për bjeshkatarë nuk ka kufi, ose duhet këtë. Këtu pranë kemi edhe një gjelësht vogël, është hera parë që arrin që ngjitët në 2658 metra, nashtë na tregon më mirë, emrin edhe mbi emrin. Unë jam Adri Lila. Ajo je lodhë dhe qysh ke kaluar? Mirë këm kalu, patëm do pauza të shpeshta, veç ma në fund e po shtu majën, edhe shpresoj që edhe nëse shokët e me të klasës e kishën po qëto, isha akon shumë e gëzumë. A pifton shokët e klasës të martë, këtu? Po, kisha do shumë. Mirë. Atëherë do vazhdojmë sigurisht të marrim edhe disa opinione nga qytetarët që kanë arritur, nga bjeshkatarët që kanë arritur në këtë bjesht. Unë kam këtu edhe një herë Milaimin që e kam pas, them kështu, bashkëtarin më të ngushtë deri sot. Qysh kalon me dikush u lodhë më shumë sonë? Po, unë mendova që jam më i fortë, po ti dole më i fortë se unë edhe herë më shpejt se unë. Ja. Në fakt erdhëm bashkë, mirë e kalum, pa ne lodhje të madhe, pa ne vështirësi, pa ne ekses rrugës, mirë shumë ka kaluar. Këtu kemi edhe zotriun, i cili është pronari i Hotel Argjenës, ku edhe jemi akomoduar. Si eci dita sot? Mirë, ka qenë një mrekulli e jashtëzakonshme, po shoqërisht shoqënia, edhe i proroj, edhe i përgëzoj gjithë këta mysafir nga regioni Shqipëria, Maqedonia, Serbia, që kanë qenë Lugina e Preshevës, kanë qenë njerëz të mrekullueshëm edhe kënaqësive çonë që kemi krijuar një shoqëni më të gjerë. Unë po shoh që i kem mbledh lulet, po mundohet mi më shef, unë i pash. Tregon çfarë lule, çfarë bimi janë këto? Këto kam hobi, pasion e kam natyrën, sidomos bim, botanist jam, edhe në kuadrët kësaj marshute shfrytëzoj rastin të mbledh bim ato që janë më interesante, më të veçanta. Po është disa lule që po shoh edhe atje nëse kamera mund ta fokusoj, më bën përshtypje me një lartësi më rrit kjo lloj lule. Po, kjo është Senecio glaberrima, është shifni si shkon këtë në altësi, domethënë pikën kulminante këtu është e mveshur kjo e mbulon këtë sipërfaqe të kësaj moje të Rudokës. Do të thonë është e rrallë kjo? Po.
këto janë të veçanta, këtu gjendet në këtë rajonin e Vracës atje, edhe në majën e Zezë, në kuadër të Malës Sharit, gjithashtu për gjatë këtij brezi. Bio teško da dođeš ovde? Ne, vidi, ja sam kao profesionalac, Unë jam si profesionist, nuk është vështirë për mua të ngjitem bjeshkve. Unë edhe vrapoj në për zona malore. Unë edhe kam qenë ndër të parët në grup. Kjo ngjitje për ata që kanë më pak përvojë është e vështirë, sepse ka zona shumë të pjerta dhe është e mundimshme. Ne do të vim për çdo vit kur të organizohet, se tashmë duket të jetë bërë tradicionale. Za ove slabije planinare, tura je malo teža. Atëherë unë jam Artur Guni, trajner i ekipit dhe drejtuesi i shoqatës alpinizmit Elbasani, AST Elbasan. Po na tregon çysh ka luajtur sot, sa ishte vështirë ngjitja deri në këtë muaj? Ngjitja nuk është se kishte vështirësi, po për vetë gjatësinë e saj, domethënë për kilometrat e përshkruar, ishte në një rëndësie të konsiderueshme. Ngjitjet ne zakonisht në fakt i bëjmë nëpër Shqipëri, në Kosovë këto kohë të fundit në bashkëpunimin ndërmjet Federatës Kosovës, Bjeshtërisë të Alpinizmit të Kosovës, si dhe Federatës Alpinizmit Shqiptar. Ne kemi kryer disa aktivitete të përbashkëta. Dhe ky është një nga ato aktivitete të përbashkëta. Këtë radhë ne ishim të ftuar nga SHBA Prishtina. Dua të them se kjo ftesë na erdhi në Ararat, për arsye se ne bëm një ngjitje të përbashkët, ku ishim të ftuar përsëri nga SHBA Prishtina, dhe ku ekipi i alpinizmit të Elbasanit mori pjesë në ngjitjen e Araratit. Kjo është ngjitje siç thash e organizuar nga SHBA Prishtina. I falenderoj për ftesën që na bën. Zaista mi smo puni otisaka. Vërtet, ne jemi plot mbresa nga mikpritja që na mahniti. Kjo është për arsye se ne i takojmë një botë tjetër. Këta janë njerëz që e kuptojnë natyrën. Shpresoj se jemi këtu jo për herë të fundit. Në këtë pjesë aq të bukur dhe besoj se dhe ju do të vini tek ne të përjetoni këtë që e përjetuam ne këtu. Predele koji su stvarno prelepi, a isto tako da vi dođete kod nas. Unë jam kryetare e klubit Alpin Dardania, i cili është themeluar në fillim të këtij viti. Apo na tregon çysh ka luajtur sot, krahasim me alpinizmin, di që është më e lehtë. Hiking është një rrymë tjetër prej alpinizmit. Alpinizmi ka shumë më shumë sfidë, edhe përderisa edhe këtu nuk është që s'pat sfidë, mirë po këtu me shoqëni edhe pak më shumë kalohet diçysh të bëj hajgare, edhe pse nuk e fare e lehtë, mirë po ja dalëm. Ja dalëm, po gjet vullneti edhe tu i pa njerëzit që të moshave të ndryshme, edhe ata ja dalën me ardhnalt, atëherë na trit pse jo. Pas gjysmë ore pushimi në majën më të lartë të territorit të Kosovës Rudokës, zbritëm poshtë. Rrugë kjo e cila zgjati rreth 5 orë.